Është frika, mandej është aja ndjenja që e mohan që mundet me më kap smundja, e ka atë zonën e qetësisë dhe rehatisë vetë dhe derisa ndjehet mirë, thot nuk kam arsye për me ba panika dhe me shku me ba një mamografi. Mandej është besa dhe neglizhenca, mos dhe një prioritet vetes, por punëve tjera. Edhe unë kam paciente dhe njëherë du me të regu që kur janë diagnostiku, thot njëherën masi isha mirë, thash me kry gjitha punë të tjera e më ndej pa paraqitem për me vazhdu trajtimin. Do me thanë, gruja është vetë ashtu natyres altruiste dhe që je përparsi tjerve edhe në momente kur ishte dasht vetë vetës për mi dhanë. Shumë e vërtet. Po pëndalim pak të ato momentet e lumtura që ju i përjetoni, pavarësisht sfidave që i keni në përditshmëri në onkologji. Qysh ndjesh ti personalisht në momentet kur mbjeton një grua prej kancerit gjirit? Bamas me pas kësi momente lumtura, atëherën edhe na si profesionist shëndetësor kalojmë në fazat depresionit apo çrregullimeve tjera. Por është ajo që trajtimi kur shkan mirë të një gru ose tek pacientet tjerë edhe e shohim që është ka pas efekt trajtimi, kemi ardhur në gjendjen cilën na si profesioniste dëshirojmë, kemi atë kënaqësinë e vazhdimit me punu edhe me kontribu. Po edhe në anën tjetër, qofse e shohim që jemi mundu për me kthy një buzëqeshje tek një ftyrë, qoftë edhe në momente jo të mira për ta, ose kemi ofru shpresë për diken, qoftë edhe në momente jo të mira për ta, edhe kja na bën për mundi të lumtur edhe me marrë me pozitivitet punën cilën na e kryjmë. Unë them vazhdimisht që profesionistët shëndetësor në një farë forme janë heroin tamam, sepse përballen në përditshmëri me rastet shumë të vështira dhe në një farë forme dhe juve sigurisht që ju ndikon edhe emocionalisht, por që me patjetër duheni me u përmbajt. Por tregon pak në raste shumë të vështira, qysh arrini me i motivu krejt pacientët që me vazhdu përpara, me përqafu jetën edhe mos me u ndalë, mos me u dorëzu. Edhe kjo pjesë është shumë e vështirë. Platforme duhet me qenë edhe psikolog. Definitivist onkologu duhet edhe me qenë psikolog për kundër që na kena edhe psikologu në klinikën e onkologjisë, cilë disa raste i referom kur nuk munden na vetë për maja dalë. Por çuditërisht pacientat me ju thanë me shku te psikologu e kajnë pak më të vështirë se sa ti mi trajtu në aspekt psikologjik. Se fitojnë atë besimin edhe afrimitetin me ty, është kontakti i parë që ja zbulove smundjen, ja dha gjitha parametrat e smundjes, parametrat e rrezikut, agresivitetit, parametrat e mirë, prognozen, do të thotë ai automatikisht lidhet me ty edhe i duket që i vetmi burim i besimit jeti. Ndërsa për ne që nuk jemi pikrisht fushës dhe psikolog klinik, është vështirë, por që realisht mundohemi sidomos tek dhënia e informacionit parë me qenë më të butë edhe jo me dhanë në total informacionin derisa nuk e kuptojmë gjendjen psiqike të pacientes